Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmoi Iranin dhe aty tani ka ndodhur një, është pak të thuash domino, se sulmi tani edhe Irani ka sulmuar të tjerat, por edhe të tjerat kanë sulmuar disa të tjera. Tani si ekspert i sigurisë, si një ish punonjës i shërbimit sekret, çfarë mendimi ke? Çfarë po ndodh në lidhjen e mesme? Kemi të bëjmë me një mini luftë botërore? Unë po them që lufta ka filluar me modesti, sepse ma ke rritur shumë pjatës me këtë ekspert. Natyrisht kam punuar me sigurinë kombëtare shumë vite, por natyrisht jam marrë me median më shumë botërore për këto gjëra. Natyrisht lufta ka filluar, lufta botërore. Ka filluar lufta botërore? Ka filluar, realisht, sepse këtu, në këto gjëra tu, është mos ta harrojmë që ai kalimi atje ke Irani që duhet i mbyllin këta kanalet edhe këto, janë të gjitha që prekin më vonë interesat e Kinës dhe Rusisë. Rusisë dhe Kinës. Mbas tyre. Dhe lufta mbështeten në demokracitë, që në fakt unë nuk kam parë ndonjë demokraci në botë që të thotë do vi unë ty të bëj shtetin në Iran duke vrarë 120 gra fëmijë në shkollë. Nuk është demokraci. Do vi unë të vendos demokracinë sepse dua që të ajo ngjarja doli që se ka bërë. Po s'ka rëndësi, unë nuk thash po e bëri Amerika, që u vran. U vran 120 gra. Tani nuk vi unë të vendos demokracinë në Iran që s'ke të drejtë në asnjë vend botës, ajo zgjedhja e popullit dhe politikës tyre, jo të arzoj Amerika. Amerika nuk është se ka potencialin, nuk diskutohet që ka potencialin më të fortë në të gjitha aspektet. Por problemi Jo, më shpjego këtë pse e quajnë që ka filluar lufta e tretë botërore? Po e quaj sepse përveç kësaj, nuk po fus fare luftë fetare brenda këto, s'po fus islamizmin edhe që futët në mes dhe këto gjërat e tjera, po flasin vetëm në aspektin territorial dhe në aspektin e pasurisë kombëtare që ka aty, dhe natyrisht që miliardat e eurove që janë aty, bëjnë çdo të mundur për luftë botërore. Tani, këtu flitet edhe për të rrëzuar fuqinë e pushtetit ekonomik të Iranit dhe të gjithë grupeve të shteteve që kanë pasuri maramëndse. E dyta është luftë botërore, sepse janë prekur shumë shtete. Janë prekur, po të them, mos haro, Rusia dhe Kina preken aty, preken për rrugët tregtare, preken për ekonominë, preken për ekspansionin që duan të bëjnë dhe pushtetin të marrin, dhe forcimi tyre e shqetëson Amerikën, dhe natyrisht aty ke shumë shtete, llogaritë sa shtete janë në këtë luftë që po marrin pjesë. Indirekt, është sigurt që edhe nga këto Rusia vazhdon të punojë për veten e vet dhe Kina për veten e vet. Shqipëria tani, roli i Shqipërisë tani, është e rrezikuar Shqipëria? Po ç'është rrezikuar Shqipëria? Si? Me seriozisht ka... Jo, kur thua luftë botërore tani... Luftë botërore, flasim në konceptin e konfliktit që ka lindur. Po brava, por ne luftën e dytë botërore dhe luftën e parë jemi bërë shumë tu, shesh jemi bërë, shesh betejë jemi bërë. Çdo luftë mbas saj ka dhe zhvillim shumë të madh ekonomik dhe kështu, por jo, nuk besoj që... Se jemi antar i NATO-s? Po, natyrisht jemi antar i NATO-s, dhe këtu bëhet fjalë që NATO në krye është Amerika, që bën investimin më madh, që e drejton, që e bën dhe... Po, NATO është Amerika dhe me rregull 3 Shqipëria, ku Shqipëria këtu, se pas... Jo, Shqipëria është atje lart. Është atje lart, dhe mos harrojmë që Shqipëria thash që në fillim të emisionit ka një pozitë mjaft strategjike, shumë të mirë që intereson gjithkujt ta ketë në skalonin e vet. Shumë e mirë. Po ne pça NATO u futën për geopolitik. Në Europë, ka to po i marrin për geopolitik për të mbyllur thash rrugën e Rusisë drejt edhe Serbisë drejt detit, edhe për të komanduar pak a shumë Adriatikun aty ku jemi. Tani ti thua ç'a Shqipëria, po dje në Irani e sulmuar, kemi pasur një sulm kibernetik, e sulmuar faqja e parlamentit. Nuk është e parë që sulmohet kjo. Kjo e bën. Kur sulmohet tani, zoti Zeka nuk është njësoj. Kur sulmohet, ja, është bërë më përpara disa herë është. Po është bërë disa herë, po fakti që ne kemi fut mujahedinët tu dhe jemi qenë. Po foto tjetër kemi kambin e mujahedinëve. Do ta bëjnë ata këtë prekje të... Po, kjo është një kamp që është ndërtuar për arsyet që i di vetëm zoti Rama, po që ka bërë dhe të qarë shqiptarëve. E ka bërë zoti Berisha, se fillim erë dhe zoti Berisha. A e dha, po. Jo e dha, erë dhe 1.000 cata, pasaj u bën 3.000, me zoti Rama u shtuan. Problemi është që kjo ekzistenca e këtij me të vërtet që na fut pjesë propagandistike në luftë, apo na bën palë
me njërin grup në këtë betejë të madhe që po ndodh. Kjo na bën pjesë të luftë. Kjo na bën me ata. Jemi të rrezikuar, edhe pse them, sepse ish drejtori i përgjithshëm i policisë Gledis Nano në vendin që jeni ju tha që liderët e këtij kampi, pra liderët e opozitës iraniane, ndaj tyre janë tentuar të bëheshin atentate për t'i vrarë dhe fal bashkëpunimit dhe aftësisë policisë shqiptare, por edhe bashkëpunimit me amerikan, këtu në Shqipëri, ne e kemi shmangur. Atëherë, në këtë situatë çfarë do të thënë? Do të thënë kështu, që është e vërtetë që aty janë lider të opositarizmit iranian. Është e vërtetë që Mossadi ka një shërbim sekret të tmerrshëm dhe informacion të jashtëzakonshëm, po dhe këta nuk e kanë pak. Dhe shenjat e kësaj që thoni ju i kanë dhënë ata. Nuk është herë e parë po të them që futen ndërhyjnë në sistemin shqiptar, në gjithçka në qeveri. Atëherë ne jemi rrezik, zoti Zakaj. Unë e them që, shiko, në këtë histori botërore ti je një lagje e vogël e një fshatit madh në Iran. Po mi, lagje e vogël ishim edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e dytë botërore. Në rrezik, po ishte tranziti domosdoshëm i gjithë ushtrive dhe divizioneve gjermane dhe italiane për të kaluar qoftë në Afrikë, qoftë për të kaluar dhe në drejt... Jo, po luftën e botërore nga ne sulmojnë 200 në Itali. Ne jemi, fakti që jemi të Egnatia, via Egnatia, që nga romakët tregon që interesi i gjithkahershëm është aty. Aty ka qenë, sepse ne jemi tranzicion i rëndësishëm midis lindjes, perëndimit dhe Afrikës. Edhe Afrikës, edhe me Afrikën. Ne jemi aty në këtë vorbull dhe kjo na jep një pushtet. Po këtu ka një problem tjetër që me të vërtet bëre miq ma the, sepse Nano është një nga për mua. Gledis Nano. Po, unë e vlerësoj si një profesionist i shkëlqyer. 10 muaj e 25 ditë e mbajtët në detyrë. O Roland, unë jam profesor doktor, rektori më hoqi nga puna për një kritik që i bëra dhe jam me pension të pjesëshëm. Edhe pse punoj, unë po punoj, në universitete po punoj, po pensioni unë mbyll, i pjesëshëm. Dhe qa pyet, njerëzit e Zot, sa që kam unë monografi, nuk ka gjithë universiteti, 5 monografi shkencore. Dhe këtu po ishe i Zoti si Glendis Nano, o skrasoj me ato fare. A është profesionist i vërtet dhe vizionar, është krim edhe është fatkeqësi kombëtare që ai është jashtë sistemit. Jashtë sistemit, 10 muaj 25 ditë. Po, tani që të kthehemi. Po, te kjo. Problemi është, domethënë janë bërë përpjekje për atentat, ne i kemi shmangur. Po, është e vërtetë. Plane edhe të tjera, edhe shërbime tek. Por këtu ka një problem madh për Iranin që mund të jetë. Çfarë? Sepse aty ka lider të kundërshtarëve të vet. Kundërshtarët lider të Iranit. Se ata duan të zëvendën këtu, po pra, janë këta këtu. Atë ne jemi të rrezikuar? Po ta them për largësinë edhe pjesën e NATO-s, edhe po të them është një aty disa të rrezikuar jemi ne. Se tash është rritur saktësia e sulmeve. Po një raketë që ne si. Po një raketë se çfarë? Tani dhe një gjë, se ti je shumë i mirë. Jo, unë e vlerësoj realisht rrezikun. Po them që nuk Ali Khamenei, ai që u vran nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte ai që na kërcënoi para një viti dhe tha një shtet i vogël Tinzar, tha. Po, politika, po, Tinzar ta thash në fillim të emisionit unë. Nëse Rama del edhe islamik dhe anti-islamik, dhe qeveritara, ai është numri 1, dhe politikat e tija herë del me katolikët, herë del me jezuitët, herë del me dreqin, herë del me shejtanin me gjithë. Jo, shtetet thash e bëjnë analizën me kë janë këta. Dhe Tinzarje, me kë jetë tani? Me Italin apo Turqin? Me Turqin apo Kinën? Me Rusin apo me Ukrainën? Jo me Ukrainën më burë. Ti je me Ukrainën. Ti ke dhënë rruga Ukraina e lirë përballë ambasadës ruse. Ukraina se nje Kosovën. Qeveria e Kosovës i jep 50.000 euro ndihmë. Po jepi Preshevës më burë, jepi luginës Preshevës 50.000 euro. Që është tokë shqiptare që shqyet nga shovinizmi serb, e shqyen, e bruan, e grin. Po edhe jep Ukrainës që së nje, nuk të nje. Nuk të nje mo. Do të pjesë Jo, do vi këtu. Jo, ta mbyll. Vetëm te kampi Manzës. Jo, po këtu jemi te Manza. Pra, Komeni e ka të vërtet atë. Tinzarje në politikë. Luan, politika është kurvë. Dhe ku të gjesh një kështu si ky. E theja se mbajtë do të. Po e thash pra ku të gjesh, po është politika mo. Pse e kanë thënë të gjithë. Ti duke shkuar andaj këtej, imazhi jot, ajo që të thash, edhe Europa. Pse ç'a mendon? Europa është shumë dakord. Pse duar trokitet presidenti, kryeministri spanjoll kur hyn në parlament ngrihen djathtë majt në këmbë dhe duar trokasin atje dhe bëjnë. Ç'a duhet kishte bërë Rama? Rama në rregull e ka mbajtur opozitën ndaj. Atëherë mos kërko shtet. S'kemi për bërë ndonjë shtet, do lëvizim kështu. Hera andej
herë me Mujahedinët, herë me Amerikën, herë me Trumpin, prap me Trumpin, prap kundër Trumpit, po me Biden. Prap kështu, s'është politik. Ka i bosh politika. Miqtë e mi më të shenjtë, kemi këtë politik, kemi këtë ekonomi, vazhdo kush ka, sa të ka dhënë Amerika ndihmë? Vetëm në aspektin politik, po, pa fund. Në integrimin në institucionet. Ti ekziston se desh Amerika, po, Gjota? Po, ekonomike e ke martej. Po që duhet ekonomike? Ekonomike punon vetë. Do dhe të punoj Amerika për ne. Gjithsesi, Dy shtete ka bërë Amerika. Dy shtete. Shqipëria dhe Kosovë. Të dy e kemi nga Amerika. I kemi, s'vet fjalë, po pse i bën? Atëherë këto kritika ndaj Amerikës. Tani çka kërkon nga, jo, se kritikova fare unë. Se të ka marrë dhe mira shqiptarë që janë atje të pasur, po e thash. Në aspektin ekonomik, ti jeton me këtë me fqinjen, nuk jeton, as me vllajnë. Tani, më nga shumë një deklaratë e Sandërleshit, e ja thash edhe Gledistanët, por do të pyesë ty, se ti ke punuar në Shish, që në Shqipëri ka persona që bëjnë ekspertin, analistin, gazetarin, do të thënë po eksperti më shumë, por në media, që marrin rrog nga Irani. Po, është e vërtet. Është e vërtet? Po, e vërtet. Çfarë thua? Po, ti ke punuar? Si funksionon? Jo, s'kam punuar atje, është e vërtet. Jo, ke punuar. I kam takuar në tavolinë, i kam thënë Lor, si jeton, ti je pa punë, pa kështu, nuk e them emrin. Edhe tha, jeton, sa diet Irani jetoj. Çfarë thua më? Po vjen çfarë bën shteti më Xhota? Si mund të kur shkon në shkollim andej apo kur shkon në shkollim këtej apo bëhet nuk ngrihen strukturat, gjithë ato fonde që vijnë këtu nga këto shoqatat islamike, iraniane, të gjitha. Çfarë vin ato? Ato vin për të përdorur personin në momentin që ka nevojë shteti. Andej, që aty investim që ka bërë që ti të flasësh, që ti ta mbrosh, ti të zbatosh politikat e tia. Me atë zë që ke. Dhe media për interes shet nënë e baba. Jo, këta. Jo, shërbim sekret, institucionet e sigurisë, pse nuk marrin masa? Po çfarë marrin? Është drejtë e lirisë të flasë ai të bëj. Jo të flas, po jo të marrin rroga Irani. Po rroga është e pa deklaruar një herë ai ta bëj. Ti marr deklarimin e pasurisë. Se nuk e gjen dot shërbimin sekret o zoti Zekaj, çfarë thua? Unë të thash që këtu është ngritur një sistem që i tillë kur ata i kanë kopsitur për të mbrojtur njëri tjetrin.